Sëmundjet e zemrës dominojnë strukturën e vdekjeve në Shqipëri shumë më tepër se në vendet e Bashkimit Evropian. Të dhënat krahasuese nga Instat dhe Eurostat tregojnë se 52.9% e vdekjeve në Shqipëri lidhen me sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut, ndërsa në Bashkimin Evropian kjo kategori përbën 32.8% të totalit të vdekjeve. Diferenca është e konsiderueshme dhe tregon se shqiptarët humbin jetën nga sëmundjet e zemrës në një nivel gati 2 herë më të lartë se mesatarja europiane. Por pse po shtohen pacientët me probleme të zemrës? Një faktor shumë domethënës është stresi. Ndikimi i stresit kronik në shëndetin kardiovaskular është shpesh i nënvlerësuar. Kur një individ është vazhdueshëm i ekspozuar ndaj stresit në punë, trupi prodhon sasi të larta të kortizolit, i cili rrit presionin e gjakut dhe përshpejton zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Për më tepër, mungesa e lëvizjes si dhe një dietë e papërshtatshme mund ta çojë në formimin e pllakave në arterje, duke rritur kështu rrezikun e infarktit. Edhe Instituti i Shëndetit Publik në një analizë për ecurinë e sëmundjeve të zemrës vitet e fundit gjeti se sëmundjet kardiovaskulare kanë përparuar me shpejtësi në dekadën e fundit. Rastet e diagnostikuara çdo vit në spital janë gjithashtu në rritje së bashku me volumin e shërbimeve diagnostike të kirurgjisë. Ndërhyrjet bypass për rivendosjen e qarkullimit të gjakut në muskulin e zemrës të kryera në QSUT pothuajse janë rritur në mënyrë eksponenciale në 10 vitet e fundit. Të dhënat e fundit tregojnë se rastet me probleme kardiake janë në rritje edhe në sistemin spitalor. Për periudhën janar-dhjetor 2025 në repartet e kardiologjisë u trajtuan më shumë pacientë se një vit më parë. Numri i trajtimeve pati një rritje prej 17.5%. Shqipëria renditet ndërkohë dhe një nga vendet me nivelin më të lartë të obezitetit, që është dhe një tjetër faktor rreziku për sëmundjet e zemrës dhe vdekshmërinë e tyre. Sipas Eurostatit, 56.5% e shqiptarëve mbi 16 vjeç konsiderohen mbi peshë, duke renditur në zonën e riskut. Femrat shqiptare duket se janë më të kujdesshme se meshkujt. Sipas Eurostat, 62.3% e meshkujve shqiptar mbi 16 vjeç konsiderohen mbi peshë, ndër më të lartat shifra në Europë.